Vaj ulliri për flokët, ja maska që të gjithë do ju kenë zili. Vaj ullirit mund të konsiderohet si mbreti tryezës të çdo familjeje. Ai përmban antioksidant, vitamina A dhe E, të cilat janë shumë të dobishme për të përshpejtuar rritjen e flokut dhe japin atyre elasticitet, densitet dhe shkëlqim. Maska të ndryshme me bazë vajin e ullirit do ta bëjnë flokun të duket më i bukur dhe më i shëndetshëm. Maskat me të verdhë veze vaj ulliri për flokët të thatë. Për këtë maskë nevojiten 2 të verdhë veze, 2 lugë vaj ulliri dhe 1 lugë gjedhe me lëng qepe. Para se ta bëni këtë maskë, duhet të keni vendosur një qep të kuqe në një gotë me ujë të vakët për 24 orë. Bashkoni të verdhën e vezës me vajin e ullirit dhe lëngun e qepës. I trazoni përbërësit derisa maska të lidhet. Aplikoni maskën në të gjithë gjatësinë e flokut me masazhe me mollxat e gishtave për 5 minuta. E lini të veprojë për 30 minuta, pasi do të japë të gjitha efektet. Për të larguar erën e qepës, mund të përdorni vajin e ullirit.